Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale EG 44 vjeç banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka kryer veprime për vetgjyqësi në një apartament ku pretendon se është bashkëpronar me një shtetas tjetër. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Imar referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale FD 38 vjeç banues në Maqedoninë e Veriut, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një 42 vjeçar, se ky shtetas i ka vjedhur një shumë parash prej 150 euro. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale MM 25 vjeç banues në Ksamil, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një 22 vjeçare, se ka kanosur dhe ofenduar, si dhe ka penguar qytetarët të shkojnë në plazhin e administruar nga familja e saj, duke e shkaktuar dëm ekonomik. Po nga këta specialistë u referuan në prokurori për vlerësim dhe 2 raste ku dyshohet se ka rënë zjarr për shkaqe natyrore në vendin e quajtur Kodra e Lëkursit, ku është djegur një sipërfaqe toke prej rreth 3 hektarësh e pylluzuar me barë të thatë dhe shkure, si dhe në lagje numër 3 Ksamil, në vendin e quajtur Kodra e Bajames, ku është djegur një sipërfaqe toke prej rreth 4 hektarësh e pylluzuar me shkure. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.